Sot është dita e 17 e protestës qytetare në kryeqytet, jo vetëm dhe në qytetet të tjera, por edhe në qytetet e europiane është masivizuar kjo protestë gjatë ditëve të fundit. Kemi të bëjmë një moment të veçantë politik, apo është ende herët për të folur për një lëvizje që mund të prodhoj diçka reale, një ndryshim real? Unë nuk mendoj që një lëvizje re politike, e ke fjalën për lëvizje të re politike, apo lëvizja e këtyre mund të prodhojë një... Lëvizja e këtyre mund të prodhojë diçka të re. Jo për subjekt të ri politik. Jo. Ajo është një moment tjetër, por lëvizje e kemi fjalën për atë se çfarë kërkohet, largimi së qeverie, ndryshimi në sistemin. Kjo është një protestë që totalisht është kapur nga faktor të cilët duan ta përdorin protestën të paktën në ditën e 17 sot, duhet ta përdorin protestën për interesa të caktuara, grupe të caktuara, por që në thelb ne kemi një problem të konceptit të analizës o për të analizuar protesta ku trupat mëdha masive lëvizin në funksion të një agjende të caktuar. Realisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra në bulevardin fashist që u kthyen komunistë dhe nga komunistë u kthyen si një tribunë e pluralizmit politik, po ndeshën dy superfuqi shumë të mëdha. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njëra në anë, dhe Bashkimi Evropian në anën tjetër. Për ta kuptuar këtë mjaft qartë është për të rikthyer pak a shumë te bordi i paqes kur Donald Trump bëri thirrje liderëve evropian dhe ftesës së tij u përgjigjen vetëm Edi Rama, kryeministri i Republikës së Shqipërisë, dhe Vjosa Osmani, presidente e Republikës së Kosovës. Siç dihet, në Kosovë Albin Kurti mbështetet shumë nga gjermanët dhe deklaratat e tij të njëpasnjëshme, po të shifshin në historinë e tij, kanë qenë kundër Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe gjermanët, Britania e Madhe dhe Franca, por veçanërisht gjermanët i kërkuan Albin Kurtit që të shmanget Vjosa Osmani si kandidate për presidente të Republikës. Pa diskutim si kryeministri i Republikës Kosovës dhe i mandatuar për ta dhe një nga partia parë e më shumë vota, ai arriti ta shmangi Vjosa Osmanin nga kandidimi dhe siç dihet u pa me kërkesë totalisht gjermanëve dhe disa vendeve të Bashkimit Evropian. Këtu kemi në Shqipëri, kemi Edi Ramën, kryeministër të Republikës së Shqipërisë, i cili është njeriu që lëviz zarat këtu dhe po tentohet, pa diskutim po tentohet nga Bashkimi Evropian që Edi Rama të rrëzohet nga pushteti, edhe pse ata e duan Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër ke interesat pa diskutim të Shtetit të Bashkuara të Amerikës që përfaqëson dhe vetë Edi Rama përfaqëson konceptin e njëshit për tiparet e caktuar të personalizimit pushtetit, ashtu siç po ndodh edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kemi një personalizim pushtetit nga Donald Trump. Edhe pse duan ta rrëzojnë Edi Ramën? Pa diskutim, Edi Rama beteja po bëhet me beteja gjithmonë, betejat e huaj. Shqipëria nuk del dot nga marrëdhëniet gjeopolitike. Kushdo që e ka lexuar historinë e Shqipërisë është varur, pushteti është varur nga raportet gjeopolitike që ka pas Shqipëria. Pa diskutim ata kanë vendosur gjithmonë, do vendosin. Po vendosin dhe do vendosin. Kjo është një betejë, pak a shumë në skemën proxy që dihet ajo më, luhen me ushtar vendas, të ndarë dy trashe, po luftojnë dy superfuqit e botës. Kaq është për të kuptuar çfarë po ndodh realisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Pjesa tjetër nën Tryezë janë disa grupe të vogla njerëzish. Këtu ke Erdoganin, këtu ke Albin Kurtin, këtu ke biznesmen të ndryshëm, këtu ke shoqata të ndryshme. Madje dikush po janë edhe qytetarë që përkasin dje më ftoi pa diskutim ke edhe indonezan. Nga Indonezia, dje një shok, qytetarë kishin transmetuar një emision investigativ që transmetohet në një televizion krejtësisht tjetër indonezan, po protestonte për drejtat për zvërnecin në Shqipëri. Pra këtu ke absurde të jashtëzakonshme në këtë lloj proteste ku në qoftë se do ta kuptosh është ajo çfarë nuk lidhet fare me interesat kombëtare. Megjithatë, e gjithë sociologjia në Shqipëri, po të studiosh sociologjinë shqiptare, është ngritur kundra komplotit. Pra, e menjanojnë komplotin si teori. Në thelb edhe pse kemi realisht një fakultet sociologjie, edhe disa deg sociologjie, edhe këto universitetet private. Nuk kanë arrit dot për të kuptuar thelbin e sociologjisë. Masat e mëdha popullore nuk lëvizin në qoftë se nuk i dirigjon një komplot ose nuk ka një komplot tjetër, pra disa superfuqi për të angazhuar, për të ju keni tërë ato shoqata që për 30 e sa vitesh në Shqipëri janë investuar për të ngritur, për të ndërgjegjësuar qytetarët. I ke të gjitha këto shoqata, i ke aty në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Madje ke dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian, i cili është
është angazhuar totalisht për të nxitur këtë lloj protestash dhe si është angazhuar totalisht? Po është ke dyra, ka dal me bluzën e pelikanit Kaqurrel me datë 24 maj ka bërë thirrje të ngrihet populli për të mbrojtur lagunën. Ka dal me datë 2 qershor në protestë, edhe një herë doli lajmi, ambasadori del në protestë dhe pastaj e korrigjuan, i ra rruga ande. Ka mbushur Tiranën në City Lights me flamingo e pelikan gjoja një fushat e paracaktuar. Pra Bashkimi Evropian pa diskutim, Bashkimi Evropian është futur në mënyrë jo të drejtë në kuptimin për dalë, por duke dhënë sinjale se e mbështet këtë lloj proteste. Nga ana tjetër, ke Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përgjithësisht së vërtetës janë në mbrojtje, në mbrojtje dhe në kundër Bashkimit Evropian. Unë nuk mund të them se janë mbrojtjet e Edi Ramës, por automatikisht rreshtohen mbrojtjet e Edi Ramës dhe dy partive tradicionale në Shqipëri. E qartë, ky leximi i pari i Reldar Dedës, meqense kam dhe Auloni, po Auloni në cilën prej këtyre kategorive bën pjesë? Nuk e di, Auloni me se ke mund ta pyesësh. Do ta pyes, po si mendon ti? Auloni është çfarë themi dhe çfarë është e qartë që Auloni është shumë i shqetësuar në parë të frontit, gjithmonë opozitar, gjithmonë aktivist. Auloni është si puna ime, ne jemi opozitar prej vitesh tashmë dhe realisht nuk e kemi me shoqata protestën, e kemi se e ndjemi. Aulon, dita e 17 sot e protestës. Nisi si një kaos mjedisore, por tashmë ka kërkesa të qarta, dorëheqja e Edi Ramës dhe qeveri teknike. Si ndodhi ky transformim dhe çfarë mendon ti për leximin që ka bërë Reldari kësaj proteste për plasjen mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Sa qëndron në gjykimin tënd? Në fakt është një protestë e cila ka mbërthyer zemrat e shqiptarëve, është një protestë e bukur, është një protestë e cila i ngërthen gjithë njerëzit për një qëllim, pra është një protestë përbashkëtuese po ta shikojmë. Dua të theksoj faktin që këta njerëz kanë dalë me dëshirën e tyre aty dhe absolutisht kërkesa bazë që është dorëheqja e kryeministit Edi Rama duhet të ishte lejtmotivi i gjithë protestës edhe në vazhdim. Po. Forca e protestës është masiviteti në ndikimin tim. Nuk janë folësit që marrin mikrofonin aty këtu, sepse unë kam analizuar me veten time dhe mendoj që në rast se ne nuk do të kishim massivitet, po do të kishim vetëm disa folës që mbajnë fjalën aty, atëherë çfarë vlere do të kishte protesta? Unë mendoj që përcaktimin e kësaj proteste si protestë madhështore, drejt, protestë që do të fitojë për mendimin tim, janë vetëm numra. Kështu që ata që emocionohen nga ata që kapin mikrofonin aty, jo po nuk na e dhan mikrofonin, jo po folën këta etj, unë mendoj që këto gjëra duhet të i kalohen tani më, sepse forcën e ka vetëm masiviteti i asaj turme e cila mlidhet çdo natë, nuk po lodhet, çdo ditë më shumë. Gjykoj që kjo protestë do marrë përmas